shkova dhe takova banorët e zonës së Zvërnecit. Në një takim që për gjithë ata që duan dëgjojnë është i postuar në faqen time, vlen shumë më shumë se çdo ulërim, çdo zhurmë, çdo kuje, çdo shqetësim, manipulim, falsifikim, spekulim nga çorba e ditëve të fundit. Aty takova njerëz që u fyen, u masakruan nga flamengot online, si njerëz të mbledhur me zor, si njerëz të mbledhur kokra, si njerëz që nuk përfaqësonin komunitetin e tjerë, ndërkohë që ata janë njerëz që jetojnë në atë zonë. Ajo zonë nuk është një zonë e mbi populluar, është një zonë ku ata njerëz që kanë interesa aty, që punojnë aty, që i pretendojnë pronat e tyre aty, madje aty ku do të zhvillohet projekti, që mbajnë familjet e tyre nga aktivitetet e vogla aty, nga shërbime dhe nga puna e përditshme aty, janë ata. Nuk vajta të takoj njerëz të mbledhur nga narta poshtë apo nga Vlora lart. Vajta të takoj ata që janë aty. Pikërisht ata që e kanë interesin të drejtë për drejtë, qoftë për të drejtën e pronës, qoftë për të drejtën që dëgjohen, qoftë për të drejtën që të jenë pjesëmarrës në këtë proces, qoftë dhe për të drejtën që të zhvillohen. Okay? Dhe ajo që dëgjova prej tyre natyrisht nuk ishte një surprizë për mua, ishte krejt ndryshe nga ajo që dëgjohet çdo ditë. Ishte një bisedë për shqetësimet konkrete, për problematikat konkrete.